Në tregun shqiptar është hedhur mish pule i kontaminuar me salmonel në një sasi të konsiderueshme, ndërsa konsumatori u njoftua publikisht nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit një javë pasi kishte marrë në dorë analizat me prani salmonele dhe filetot e rrezikshme për shëndetin ishin shpërndar për konsum në përmarkete. Kompania që e hodhi në treg mishin është kompania Dimal, ndërsa ku njoftoi se referoi për hetim në prokurorinë e Tiranës kompanin, por duke i mbajtur të fshet emrin që importoi nga Brazili mish të kontaminuar me salmonel, bakteri rrezikshëm për shëndetin e konsumatorëve. Burime pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit thonë se pjesa më e madhe e saj, 13.1 ton fileto pule me salmonel, doli në tregun shqiptar dhe vetëm 5.2 ton u bllokuan. Gjithashtu konfirmohet se edhe në Vlorë është hedhur në treg në disa supermarkete mishi i pulës së kontaminuar. Qytetarët shprehen mjaft të friksuar në lidhje me këtë situatë, ndërsa kërkojnë të merren masa nga institucionet përgjegjëse. Dhe tash unë kam ngrënë mish pule, po jo të them që mirë më ka bërë, po s'kam kuptuar më. S'ke kuptuar po? Po na shëtuti nuk marr, jo se s'kam besim. Ja, ba. Mish i legure. Po shqetësorim se gjithmonë bie smundje. Është e dëmshme për popullin. Ju konsumoni tani mish pule? Rrallë konsumoj, po nuk do thotë gjithë se s'konsumojnë të tjerët. Kjo është e dëmshme dhe kjo është e rëndë për neve. Çfarë duhet bëjmë? Ata që kontrollojnë, qeveria, shteti, varësit duhet të kontrollojnë në mënyrë që mos ketë raste të tilla se është shumë të dëmshme për popullin shqiptar. Unë se përdor. Ne s'do bëhemi shteti i zgjidh ato punë. Ne të mos përdorim pulën kaq, mishin e pulës. Unë se përdor fare në familje. Çfarë përdor? Mishin e marr nga qoftë se therë vëllai viçin, unë do marrin pjesë kaq. Gjithsesi duhet ketë më shumë kontrolle nga institucionet. Po tash ata janë njerëz të punës, janë të shtetit. Duhet i kontrollojnë. Patjetër. Po kemi dhënë shumë fare. Shumë funksionon asgjë kot. Marrin para të kot, ose marrin një lek në dorë, e s'ndjen kalon. Tash i bëjnë zhurma kot. Është shqetësuese kjo gjë. Po shumë qa. Ju konsumoni, keni konsumuar? Ha? Unë për vetë time nuk kam konsumuar, se nuk para e përdore, se kam edhe frikë pranaj. Se s'ka këtu as kontrol asgjë pranaj. Çfarë duhet bërë? Që duhet funksionoj ligji gjithë ata. Duhet bërë pastrim gjeneral në këta, që aty majmu atë me para pranaj. E nuk funksionon asgjë këtu të ne. Ata vetë nuk e hanë, nuk e përdorin. Përdorin mishën e viqit, peshkun, se majnë para pranaj. Po e vuan. Jo, se e më tërmon. Pse? Unë sa mish pule. Nuk ka. A mish dërri. Panë ata vetë. Po shumë të shqetuar, si që shqetuar. Po si që kemi fëmijë, kemi... Më të për fëmijët, edhe mas e rezistojmë, po fëmijët jo. Ju e konsumoni mishën e pulës? Konsumojmë. Po janë ahita vetë të marrë 2 pula atje. 2 pula, po nuk e frik nga... Po seriozë, njëri thot shu, njëri thot shu, s'dim na t'ja mbajmë. S'dim na t'ja mbajmë. Njëri thot janë të sakta, njëri thot janë të smura, nashi në mishin se ham dot. Përplasim të pula. Po çfarë do bëjë? Ai ka shtetin dorë të punë tani. Ti thot, kjo se pula është ashtu, stop. Byllja, bllokoja, mos ta shesin, mos ta bëj. Jo mor fare. Fare si kemi qef të vdesim. Qatë të them, më kej s'ka ku të vërmet, tani në rase do t'i përshkeq t'i popullit, bëj këto dhe ja ke për të gjitha. Qa, kjo është. Çfarë duhet, institucionet duhet të reagojnë? Jo, jo, ata duhet të flenë gjumë si që flenë 77-42 të flenë gjumë. Ju e konsumoni mishën e pulës? E kemi konsumar, po tani... Qatë konsumoj tani? Kemi frikë të ashojmë edhe me sy, jo t'pa marim. Se që do bëhet? Po të shqesuat që do bëjmë. Ata e japin lajmin kur ai është konsumuar. Kur është konsumuar e thonë që do bëhet, e hengrëm ata. Ju keni konsumuar? Po kemi konsumuar, ruemi na mish i kuqe, marrim mish pule. Edhe ai e jep njoftimin tash që ato janë tregtuar, janë mbaruar se... Çfarë duhet bërë? Po çfarë do bëjmë? Ja të rrisin kontrollin ata. Qeveria, çfarë do bëjmë? Salmonela është një bakteri rrezikshëm për shëndetin e konsumatorëve.
ndërsa institucionet duhet të marrin masa tashmë, jo vetëm për të vendosur përpara përgjegjësisë kompaniet apo subjektet që hedhin në treg mish të kontaminuar, por edhe të forcojnë më tej kontrollet.